Ogerta Manastirliu e përzgjedhur nga Rama për detyrën e kryetares, i ka bërë atij vetëm një kërkesë, që Belinda Balluku do të jetë udhëheqësja e fushatës elektorale për Bashkinë e Tiranës. Këtë e konfirmoi kryeministri ndërsa mlodhi grupin e punës për Tiranën. Duke i lënë përsipër udhëheqjen e fushatës Belinda Ballukut, që është de facto kryeministre e vendit, Manastirliu ka zgjidhur një sër problemesh të fushatës me një të rënd të lapsit. Së pari, ka shmangur humbjen e energjive për të aktivizuar nga pikpamja elektorale njerëzit që kanë bërë fushatën elektorale të Veliajt për 3 mandate, pra 10 vite të fundit. Vetë Manastirliu do ta kishte këtë një proces me shumë probleme rrugës, dhe ndoshta me qejf mbetje dhe humbje energjie që do t'ja vështirësonin fushatën. Me Ballukun, ky problem thjeshtohet. Ajo ka mundësinë të krijojë një strukturë të re elektorale në Tiranë, duke i përjashtuar njerëzit e Veliajt në terren dhe duke reformuar me këtë rast edhe strukturën elektorale të PS-s në Tiranë. Së dyti, Balluku i zgjidh Manastirliut kontaktet me grupet e interesit dhe besimin tek vazhdimësia që ata duhet të kenë tek kryetaria e re. Duke qenë ajo udhëheqësja e fushatës, ky problem është i zgjidhur. Bizneset e mëdha të ndërtimit dhe gjithrrethja e interesave të mëdha për Tiranën, që duan garanci politike, kanë tani një adresë të qartë ku do të duhet trokasin për të marrë garanci për vazhdimsinë dhe për garancitë politike. Në këtë rast, ata thjesht transferojnë besimin nga Veliaj tek Balluku si kryeministre de facto e vendit. Dhe ky është një problem i madh i zgjidhur për fushatën elektorale në kryeqytet. Duke qenë njeriu më i fuqishëm i qeverisë, ajo është dhe një kombinuese më e mirë interesash mes qeverisë dhe bashkisë dhe një garant për grupet e interesit. Së fundmi, Balluku është edhe një lehtësi politike për rezultatin elektoral të Manastirliut. Nuk po flasim për fitoren, sa ajo nuk është e rrezikuar, por për rezultatin elektoral që duhet ruaj së paku rezultatin elektoral të zgjedhjeve të 2025-s. Balluku ka mundësinë të vërë në lëvizje gjithë deputetët dhe ministrat që janë në Tiranë për të mbrojtur rezultatin e tyre, dhe kjo është ndoshta më e afta për ta bërë këtë gjë. I vetmi problem që mund të krijonte Balluku si udhëheqëse e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë është stresa gri e elektoratit në Tiranë. Ajo mund të rritet për shkak të superpushtetit që ajo demonstron. Ky fenomen do të ishte i rrezikshëm nëse opozita do të gjente dikë që nuk i identifikohej me Berishën dhe merrte elektoratin gri të kryeqytetit plus mbështetjen e opozitës. Por duke qenë se shumë emra në dukje të afërt me Berishën janë më shumë ushtar të Ballukut se sa të tij, suksesi i saj është dyfish, pasi ajo ka mundësi të caktojë edhe kandidatin e opozitës. Kështu që Manastirliu ka për të pasur më pak emocione kur të shpallet fituese e padiskutueshme të zgjedhjeve, se sa pati kur u shpall kandidate e papritur në asamble.